ma heret, nështë ta ke qenë i sankcionuar vetëm ligjërisht. Po mënoj, tani është sankcionohesh vetëm ligjërisht. Ma heret ke qenë dy fish i sankcionuar. Sepse ke pasur një zot shtëpis që nuk e mujt vetëm po e zom një burr me u pyet për gruën e vet. U shpytë dikush më lart. Edhe plaku shtëpisë ose dikush tjetër. Do me thonë, ti ke qenë dy herë i sankcionuar atku. Që do thotë na s'kena pas nevojë me kalu te ligji het, sepse mëra familjes janë zgjidh problemet. Tani, secili jena ma të fuqishëm se njëri tjetri. Tani vjen keq me thonë, po sinqerisht kemi ardhur te kufini për disa vlera, te kufini i këtyne vlerave shoqërore e popullit tonë që sa po arrin mi mbajt. Pse? Sepse në popullin tonë aq mirë ka funksionu familja bërtham, respektin ndaj më të moshuarit, respektin ndaj burrit, respektin familjen përgjithësi, ndërsa sot nuk është zbej kogja shumë respekti edhe ndaj familjarëve, edhe ndaj burrit, edhe ndaj të moshuarve, edhe sinqerisht m'vjen keq me thonë, po në familjet e sotme secili kërkon vetëm drejta, duke filluar që fëmia, secili kërkon drejtat e veta, pa mendu që krahas të drejtave na kena edhe përgjegjësi. Ndoshta ka njerë do të më ka përgjegjësi shumë më të mëdha sa vetëm të drejtat. Gjithmonë jena pro drejtave, po jemi aq shumë kërkim tyne, sa që paharojmë fare përgjegjësitë tona që i kena. Prandaj edhe si pasojë këtyne vjen shkaqet që edhe po ndodhin. Edhe është edhe aktualiteti që na zakonisht po përballemi dhe po sfidohemi çdo ditë me to. Janë dhuna në familje, vjen edhe te vrasja, po këto shkojnë zinxhir, nuk vjen një vrasje vetëm aty për aty. Këto shkojnë zinxhir. Pra kështu mendoj që sot vlerat fatkeqësisht duhet me u kujdes shumë me u rujt, sepse kanë filluar me u zhvesh shumë.